Post i rëndësishëm dhe është post politik që shumë deputet gjatë procesit të tyre politike kanë sfidë kryesore. Ti jesh ministër dhe të refuzosh interpelancën, kjo nuk ka sens politik dhe të hedhësh dhe në votim refuzimin e një interpelance, kjo mund të bazohet në rregullore, po vetëm koncept politik nuk ka. Politika është përballje dhe ai që është ministër duhet të japi tezën e tij politike, skemën e tij politike për bujqësinë, e cila është hallk i rëndësishëm i ekonomisë shqiptare. Edhe nëse ligji e pas ka parashikuar, që unë dyshoj këtë gjë, që ai është në hetim dhe nuk duhet dhe nuk mund të flasi, gjeni një ministër tjetër që t'i përgjigjet shqiptarëve për hallet e bujqësisë. Por po gjeni që ai të diskutojë se njerëzit për bujqësinë e pyesin, për këtë e pyesin. Janë gjithë, Shqipëria është një vend që bujqësinë ka shumë të rëndësishme. Kush do japi përgjigje për këtë pyetje? Atëherë ç'kuptim ka parlamenti, vërni dryrën dhe lerën. Parlamenti është debat, është shpytje. Ne duam ta pyesim ata që përfaqësojnë votuesit e tyre dhe janë shumë votues në Shqipëri, si të majtë të djathtë, çfarë duan të jenë ata, që duan të dinë për bujqësinë. Duan të dinë për këtë pjesë të rëndësishme të jetës tyre. Ai nuk vjen. Gjeni ministër që ti flasim më zotëri. Që di ç'është bujqësia. Nuk qëndron as koncept politik, nuk ka parlament botë që hedh votimin që mos pyetet ministri. Ministri do ta ketë sfidë personale, të dali këtu dhe të hartojë, të shpallë të gjithë tezat e tij politike. Kjo është sfida e tij politike. Prandaj është bërë ministër. Ka shumë të tjerë në rangun tuaj, në partitë tuaj që do të jenë ministër. Jepeni mundësinë atyre që të vinë, të artikulojnë, të shpjegojnë, të japin tezat politike mbi bujqësinë. Si mund votohet kjo? Ne votojmë që ai mos flasim. Kjo nuk e bën mirë politikisht, pa me rregulla merrni gjithë ditën. Dhe e falenderoj nga zemra që përfundimisht Ministri i Shëndetësisë po zhvillon një vizitë në Parlamentin e Republikës së Shqipërisë. Zoti Berisha, ju